Kryendeshja e kësaj jave mes Shkupit dhe Shkëndijës përfundoi në të mirë të kuqezimve me rezultat 0-2. Në këtë ndeshje pati të pranishëm rreth 4.000 tifos dhe 2 tifogrupet ballistet një njërën anë dhe shfercerat në anën tjetër krijon atmosferë fantastike. Gorat për Shkëndijën i shënuan Hasani dhe Ibrahimi. Shkëndija dominoi gjatë tërë takimit dhe pati më shumë raste, por edhe Shkupi nuk ishte inferior dhe i pati momentet e tij. Pas ndeshjes të dy trajnerët falenderuan pikë së pari tifozët për atmosferën e krijuar e më pas komentuan edhe ndeshjen. Ishte një derbi që rrallë shifet në trojet tona. Dua t'i uroj Shkëndijës fitoren, dua t'i uroj t'i përgëzoj futbollistët e mi për angazhimin e tyre, për lojën e treguar. Për dy gjëra më vjen keq sot që nuk arritëm të marrim pak të një pikë. Një janë futbollistët, dy janë këta tifozët tanë. Gjatë gjithë 90 minuta kishte përkraje nga tifozoria e Shkupit, nga tifozoria e Shkëndijës. Ndeshja patjetër ne ishim favorit dhe sigurisht arritëm të marrim një fitore shumë të rëndësishme, një skuadër shumë të fortë, shumë të organizuar. Këtë tregoj edhe sot në nivelin e lojës, megjithatë ne kishim, jemi realist, ishim më superior, edhe në pjesën e parë kishim shumë shanse, por e zgjidhëm në pjesën e dytë. Kapiteni i Shkëndijës Ferhan Hasani u shpreh se është i lumtur për fitoren dhe shpreson të vazhdojnë me këtë ritëm. Për ne është me rëndësi 3 pikë, edhe pse është një atmosferë e mirë. Unë duhet të t'i falenderoj për mikpritjen që na ka bërë Shkupi, po kjo është futbolli dhe ne sonte vetëm këtu për të marrë 3 pikën, edhe një herë duhet të falenderoj publikut që ka qenë ferm. Pas kësaj xhiroja Shkëndija vazhdon të mbajë pozitën e parë me 24 pikë, gjithnjë e ndjekur nga Vardari që ka 1 pikë më pak, ndërkaq Shkupi është në pozitën e 5 me 11 pikë. Java e 9 rezultatet: Shkupi Shkëndija 0-2, Renova Bregalnica 1-1, Rabotnički Metalurgu 2-0, Sileksi Vardari 0-3 dhe Horizont Turnova Mladost Terevdvori 1-0.